Njëra prej hartuesve të Kushtetutës dhe i gjyqtare në gjykatën kushtetuese, zonja Gjulita Mushkolaj, është me ne në studio për temat cilat i thamë edhe në fillim të këtij edicioni, pra do të diskutojmë për afatet kushtetuese, për zgjedhjen e presidentit, mënyrën e zgjedhjes se si parashihet dhe nëse mund shmanget kriza e formimit të institucioneve dhe kriza e zgjedhjes së presidentit. Atëherë, zonja Mushkolaj, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë, zonja Mushkolaj. Zonja Mushkolaj, para se diskutojmë për çështjen e presidentit, dua t'ju pyes si po e shihni procesin e rinumërimit të votave. A e dëmton kredibilitetin e zgjedhjeve ky vendimi për shkuar në rinumërim të votave dhe çka tregojnë të gjitha gjetjet e deri tanishme me dyshimet për manipulim të votave? Fatbartësisht nuk ka dilema rreth votave për parti politike dhe tani jemi në proces të rinumërimit të votave për kandidat. Kjo është teje e rëndësishme dhe mirë është që po rinumërohen në mënyrë që të mos kemi dilema, sepse këta kandidat në momentin kur betohen, ata janë përfaqësues të popullit Kosovës dhe kanë detyrim kushtetues që të veprojnë, të punojnë si në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Përveç të përmbahen kushtetutës dhe ligjeve, e kanë për obligim si përfaqësues të popullit secili një nga një të shërbej në interesin më të mirë të Republikës Kosovës dhe ky obligim për të shërbyer në interesin më të mirë të Republikës Kosovës në përfaqësim të popullit dhe deputetët në atë legislatur dukej edhe disa herë kom theksu që nuk janë duke funksionu si deputet, si përfaqësues të popullit, po duke funksionu si delegat të grupeve të ndryshme të interesit ose si delegat të partive politike të cilat nuk janë të organizuara në mënyrë demokratike, në mënyrën se si duhet të funksionojnë partit politike në secilën demokraci. Kështu që ne patëm pengesa serioze për fillimisht për konstituim, e mandej edhe dështim total pa mundësi për të nxjerrë një qeveri. Edhe legislatura e mahershme ka treguar se shumë deputet kanë funksionuar në kundërshtim me interesin më të mirë të Republikës Kosovës dhe këte e dim gjithë, është botnisht e ditur, sidomos pengesat që janë shkaktu Kosovës për t'i ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, ato që ishin thelbësore për një jetë më të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe tash po delin pah se si duket ata njerëz që janë ullë në kuvendin e Kosovës, që kanë pretendu se si deputet Republikës Kosovës do t'a ushtrojnë interesin më të mirë të Republikës Kosovës, në të vërtet mbetet pikpyetje se vërteta kanë qenë deputet, sepse deputeti është aty me vullnet të popullit dhe ne tash nuk e dim për zgjedhjet paraprake se sa ka pas probleme me vjedhje të votave nga njëri tjetri, brenda llojit, ashtu si thuhet. Kështu që këtë herë, me qenë se ne jemi tash duke u përballë me ndryshime të mëdha në botë, duhet domosdoshmë ta përmbyllim normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të gjejmë vendin ton të duhur në konstelacionin e ri botëror, ta luftojmë varfrinë që në ka kapluar, ne duhet domosdoshmë që në kuvend të kemi vërtet përfaqësues të popullit, të kemi deputet si përfaqësues të popullit, të cilët vërtet me vullnetin e qytetarëve, me votën e lirë të qytetarëve, e kanë zënë atë vend dhe se nuk do ta bllokojnë funksionimin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, a ka dështuar ndonjë mekanizëm sa i përket evitimit të këtyre manipulimit votave dhe vjedhjes së votave brenda partive politike? Ku është dashur të forcohen këta mekanizmat apo të bëhen ndryshimet ligjore nëse ndër vite ne po flasim dhe po përmendet për këtë dukurinë e manipulimit të votave mes kandidatëve brenda subjekteve politike? Ku konsideroni se është problemi apo a është vështirë? Problemi është se asnjëherë nuk
ma herët, ne nuk kemi pas ankesa të duhura, nuk kemi pas kallëzime të prokuroria, nuk kemi pas nështë ministri të brendshme, efikase, e cila do të kishte pas mundësi të zbulon të këto dukuri, dhe ne gjithë dim që vepra penale pa ndërprej ndodhin, por nuk do të thotë që gjithmonë zbulohen. Te ne është fol, në një farë mënyre ka qenë një informat sekret publik, nëse mund themi, apo që është bisedu në për kuloare, në për shtëpi, në për kafene, në për vendet ndryshme, po asnjëherë ky problem nuk është adresu në organet e drejtësisë. Por ne e kemi edhe një problem. Dënime ka pasur, por që gjithmonë kanë përfunduar me çështjen e komisionarëve. A konsideroni që përgjegjësia dhe penale duhet kërkohet edhe brenda partive politike dhe a është e vështirë vërtetimi që edhe partitë politike qëndrojnë prapa këtij organizimi? Adresojmë problemin në dy dimensione. Për fillim, kjo është çështja e prokurorisë. Dhe prokuroria e din se si duhet të adresoj problemin. Çështja e dytë, në mënyrë që shtetit të funksionojë në mënyrë demokratike, ne duhet të kemi garanca që partitë, subjektet politike që marrin pjesë në garë, të jenë vërtet subjekte politike që edhe jënë të organizuara në mënyrë demokratike. Nuk është e lejuar në një vend demokratik që të kemi ne grupe që funksionojnë në mënyrë banditeske e jo si parti politike. A kemi të tilla aktualisht skenën politike? Ne asnjëherë nuk e kemi pa që partitë politike i nënshtrohen ndonjë kontrolli administrativ për funksionimin e brendshëm demokratik. Nuk ka rëndësi, unë e kom pa që njerëzit tash po dalin me ide të ndryshme, ndoshta duhet me listat hapura ose me listat mbyllura, ta ndryshojmë ligjin zgjedhor. Asnjë ligj zgjedhor nuk mundet me u zbatu në mënyrë efikase nëse ne nuk kemi legjislacion të duhur për veprimin dhe funksionimin e partive politike në mënyrë demokratike. Për shembull, paramendoni, ne kemi kontroll të duhur për funksionimin e brendshëm demokratik të organizatave jo qeveritare. Dhe nuk kemi ndërtuar mekanizma të duhur për funksionimin demokratik, funksionimin e brendshëm demokratik të partive politike. Ne nuk e dim ende dhe nuk kemi pasqyrat qarta se si punohen për shembull listat e deputatëve, kandidatëve për deputet. A i duhet me pas se cila parti politike të reguluara mirë me aktet e veta të brendshme edhe si vjen deri te lista. Procesi duhet me qenë se partit politike në janë në vërtet organizata të antarësisë dhe si të tilla organin matinal të kanë kuvendin e bashkë të gjithë antarëve. Nuk guxon asnjë antar i rregullt të një partie politike me qenë në terr informativ se si ndërtohen listat e kandidatëve për zgjedhje. Po, edhe për funksionimin tjetër demokratik të partive politike. Duhet varësisht prej madhësisë së partisë politike, pra organi i nalt është një organ, një kuvend i të gjithë antarëve, jo kryetarëve degëve në ndegëve e tjerë. Po duhet të shtrihet në secilën celul mundësia e kandidimit, sepse vërtet ndryshe prej organizmave tjerë, partitë politike janë relativisht të mëdha, nuk mundesh gjithë antarësinë me e fut me një sallë vetme, kështu që ndërtohen procedura të duhura, të cilat duhet të jenë të kontrollueshme. Edhe një gjë ta përmendi, gjatë periudhës së UNMIK-ut, një prej rregulloreve të para të UNMIK-ut, që e ka konsideruar UNMIK-u me njëherë mbasi jo vendos këtu, në vitin 2000, UNMIK-u e ka pas nxjerrë një rregullore me validitet ligjit sotëm, për në atë kohë kemi pas institucione, rregulloren për veprimin
për regjistrimin dhe veprimin e partive politike. Para mendoni, aty ka pas dispozita të veçanta, të detajuara se si bëhet organizimi i brendshëm demokratik i partive politike. Ne asnjëherë nuk kemi nxjerrë ndonjë ligj tjetër me cilin e kemi zëvendësu atë ligj turmikut. Kështu që nëse ne nuk kemi nxjerrë ligj të ri me cilin rregullohet demokracia brenda e brendshme e partive politike, atëherë kjo do të thotë që na ende funksionojmë me atë rregullore të turmikut, vetë se nuk i kemi në vend mekanizmat ose si kemi operacionalizu ne si shtet i pavarur mekanizmat për kontrollin e funksionimit brendshëm demokratik. Kështu që anëtarët e partive politike të ne, nëse janë të dëshpruar me procedurat e funksionimit të vetë partive, në qëfar do vendimarje që o fjalla, nuk kanë mundësi që t'i përdorin njëherë mekanizmat administrativ për t'i adresuar problemet, po mund të padisin njëni tjetërin gjykatat me mbet hutuar si duhet t'i zgjidhim këto probleme. Partit politik, po paramendoni, vetëm edhe njëherë të ritheksoj, organizatat jo qeveritare i kanë këto rregullat të brendshme të funksionimit demokratik, Kuvendi i Kosovës është kujdes që për organizata jo qeveritare të vlejnë rregullat e organizimit brendshëm demokratik, derisa për vetvete për partit politike nuk ka regulativ të tillë të detajuar. Se ne me gjithate jemi vend i ri në tranzicion, sepse ne nuk e kemi pasat periudhën e duhur gjatë viteve 90-ta, kur ka fillu demokratizimi i Evropës ish komuniste, të kalojmë edhe ne në për tranzicion, sepse jemi ballafaqu me terror, me lufte tjere, por UNMIK-u fatbartësisht e ka kriju mekanizmat, sepse edhe pse ju në mënyrë mjaftueshme, po me gjithate ka qeni vetëdijshëm që ne nuk jemi vetëm shoqëri e pas konfliktit, po jemi edhe shoqëri e cila kalon në për tranzicion prej një sistemi totalitar në sistem demokratik. Mushkulla, tani ky procesi i rinumërimit përveç se do të ofroj pasqyrë qartë se çka ka ndodhur, ka pasur manipulim industrial të votave gjithashtu. Këto ditë e fundit ka ngritur dilema se çka do ndodh me formimin e institucioneve dhe mund të ketë vonesa në zgjedhjen e presidentit. Fillimisht, a mund të na sqaroni kur duhet nisin procedurat për zgjedhjen e presidentit në rast se presidentës aktuale i përfundon mandati më 4 prill? Po me 4 prill i përfundon mandati presidentës Vjosa Osmani, kjo për arsye se mandati presidentit, zgjatja e mandatit presidentit është 5 vjet, dhe se me datën 4 prill është betuar si presidente. Po besoj se tash më nuk i kemi në loj komisionerët që të bëjnë rinumërimin e votave për deputet. Ne tash i kemi organet ose zyrtarët e emëruar nga KQZ-ja në aspekt administrativ të bëjnë rinumërimin. Kosova është vend të jetë i vogël, nuk janë kurse di çfarë numri madh i votave, kështu që do të del me numra të sakt shumë shpejt. Ata dje kanë premtuar që në fund të janarit. Po megjithatë për shkak të ankesave është ngritur shqetësimi që deri në mesin e shkurtit mund të mos kemi certifikim. Edhe deri në mesin e shkurtit, mirë, po procedurat të cilat parashikohen me ligjin për zgjedhjet janë të jetë shkurtëra, i gjithë procesi shkon shumë shpejt. Na kur nuk duhet harrojmë që në krye të secilit institucion, edhe në krye të KQZ-s, ne i kemi përfaqësuesit e partive politike të cilët janë të betuar gjithashtu që të veprojnë në interesin më të mirë të Republikës Kosovës. Ne nuk kemi asnjëherë në krye të institucioneve
njerëz që veprojnë në interesin e armiqve të Republikës Kosovës. Megjithatë, vonesat mund të ketë, apo jo? Vonesa nuk mundet me pas, sepse po bëhet rinumrim teknik nga zyrtar të emëruar nga institucioni, të cilë zyrtar nuk e ka nëj numër kush e di se çfarë për shkak të vetë madhësisë shtetit. Procedurat janë tejet shpejta, kështu që institucionet mund të themelohen relativisht shpejt. Kur duhet aktualisht nis procesi i është fatkeqësi tani që tash në këtë radhë ne e kemi një parti politike që i ka numrat edhe për ta konstituar kuvendin, edhe i kemi numrat për konstituimin e qeverisë, por kjo është fatkeqësi që na mundemi me funksionu në interesin më të mirë të Republikës Kosovës vetëm nëse një parti politike fiton kaq shumë vota që është relativisht e çuditshme. Kjo do të thotë që ne kemi pas mobilizim shumë të madh të popullit, mos me leju atë që ka ndodhur në mas zgjedhjeve të kaluara, dhe kemi pas interesim, kemi pas një angazhim shumë të madh gjithë popullor që me votu partin politike e cila do të veprojë në interesin më të madh të Republikës. Dhe pritet që në interes të Republikës të zgjidhet dhe çështja e presidentit, sepse vetëdosja aktualisht ka numrat e përmendet për kuvendin dhe për qeverin, por që duhet një konsenzus më i përgjithshëm sa i përket zgjedhjes së presidentit. Si presit se mund shkojë kjo? Po, na duhet të jemi shumë prandaj, kështu që nuk e besoj edhe nuk duhet të ekzistojnë në një mundësi që ne ta presim përfundimin e muajit shkurt pa kuvend konstituar, pa qeveri të zgjedhur. Dhe me qenë se populli tash u angazhu, mos me pas probleme tilla, atëherë na kemi mundësi me i pa përpjekjet në ndërkohë edhe të partisë që e ka shumicën tash në kuvend, ose partive, koalicionit që e ka shumicën në kuvend, që të merret vesh me partit tjera parlamentare, me grupe tjera parlamentare. Megjithatë, kryeministri nuk e ka përjashtuar as shkuarin në zgjedhje. Deri më tani nuk ka bërë të ditur që don një marrëveshje politike për ta zgjidhur këtë çështje. Nëse shkojmë në zgjedhje prap, nuk është një rrezik i tillë me çfarë rreziku jemi duke u ballafaquar momentalisht, se do ta kemi kuvendin e konstituar dhe kryetari i kuvendit atëherë bëhet ushtrues detyre. Edhe pse nuk është mirë që ne të përfunduajmë me ushtrues detyre të presidentit Republikës për shkak të rrethanave geostrategjike, për shkak të ndryshimeve të mëdha që po ndodhin në botë, për shkak të interesave në këtë rikonfigurim të raporteve ndërkombëtare, e rikonfigurimi i tillë na prek edhe vendin tonë, sidomos vendin tonë, jo vetëm në aspektin politik, po e prek edhe në aspektin ekonomik dhe në aspekte tjera, kështu që nuk duhet me harru që nëse nuk janë mjaft vigjilente grupet parlamentare të gjitha, prej koalicionit që e ka shumicën edhe deri te grupi më i vogël parlamentar, nuk duhet harrojmë se presidenti me gjithate, sipas kushtetutës tonë, ka kompetenca shumë të theksuara, ka kompetenca më të mëdha se sa vendet republikat e tjera parlamentare. Na kemi arkitektur të tillë kushtetuese që edhe pse republikë parlamentare, ne kemi hibriditet për sa i përket pushtetit madh që e ka presidentja e Republikës. Pra nuk është pozitë ceremoniale, edhe nuk është asnjë disa pozita merr vendime të rëndësishme apo jo? Është në vërtet presidenti, jo vetëm ajo, presidenti i Republikës është e udhëheq
e udhëheq politikën e jashtme. Nuk e udhëheq politikën e jashtme qeveria, e udhëheq presidentja e Republikës momentalisht, presidenti si institucion, kështu që është të rëndësishme. Është e rëndësishme 80 votat, ato që duhen për zgjedhjen e presidentes, janë të rëndësishme edhe për shkak të ratifikimit marrëveshjeve ndërkombëtare. Kjo është e pafalshme. Marrëveshjet ndërkombëtare janë duke prit për ratifikim për një periudhë shumë gjatë, e secila prej tyre e prek kuletën, e prek tryezën e secilit qytetar të Republikës Kosovës. Dhe si duhet njës procesi, ose kur duhet njës procesi zgjedhjes së presidentit, dhe kur hym në këta fatin 30 ditor, a mund të votohet në këtë pjesë? Minimumi 30 dit para përfundimit mandatit të presidentes aktuale duhet të fillon dhe të përfundon procedura e zgjedhjes së presidentit. Çka nëse hym në këtë 30 ditëshën? A mund çka ndodh pastaj nëse hym në këtë 30 ditëshën para se të përfundoj mandati i presidentit? A mund shkojmë në zgjedhje apo cilat janë procedurat? Duhet domosdoshmë të hym proces. Patjetër, nuk guxon me ndodh mos me hyn proces një muaj më herët. Duhet domosdoshmë me hyn proces më herët, sepse unë i kam dëgju ka debate, ka interpretime të ndryshme nga juristë dhe politologë të ndryshëm, por nuk duhet të harrojmë që secili gjithsesi KQZ-ja duhet domosdoshmë ta përfundoj procesin e rinumërimit të madje ish dashur edhe para përfundimit të muajit janar. Nuk guxon me ndodh me kalu 15 shkurti pa i konstitu institucionet. Unë e kuptoj që e kemi edhe një rast në gjykatën kushtetuese për sa i përket validitetit të zgjedhjes nënkryetarit nga komuniteti serb, respektivisht sa i përket procedurës së zgjedhjes, e jo personit që o zgjedh. Gjykata kushtetuese gjithashtu përbëhet nga gjyqtarë që janë në mbetim, o dash deri tash me vendos lidhur me atë çështje. Gjykata kushtetuese dhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese gjithsesi duhet të funksionojnë në bazë kushtetutës, dhe kushtetuta nuk parashikon bllokim të institucioneve. Dhe konsideroni që e kanë bllokuar duke mos... Jo, nuk guxon me pas, me ndodh bllokim i funksionimit të institucioneve, pa marrë parasysh se nuk guxon me qenë gjykata kushtetuese shkaktare e bllokimit funksionimit demokratik të vendit. O dash deri tash duhet këto 2-3 ditë me përfundu, me dal me aktgjykim ose me vendim çfarë do qoftë, nështë ajo me aktgjykim, do shta shpallin pa pranueshme atë kërkesë, po duhet ta përfundojnë e mos ta lënë legislaturën e re me dilemat të tilla. Une e besoj që nuk ka pas në vërtet shkelje kushtetuese me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit, por me gjithatë na gjithë duhet të kuptojmë një herë mirë që interpretues përfundimtar i kushtetutës është gjykata kushtetuese, dhe çfarë do qoftë vendimi që merr gjykata kushtetuese është interpretimi i kushtetutës. Kushtetuta jonë thot atë që e thot në aktgjykim gjykata kushtetuese. Kështu që nuk është në rregull, nuk është në interes të Republikës Kosovës, nuk është harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës të bllokohet ose të sfidohet konstituimi i kuvendit për shkak të dilemave që kanë mbetë si peng për legislaturën e re.
Po, dhe marë parasysh që ka dhe një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit të kaluar që e qartëson që deputetët duhet patjetër të marrin pjesë në seancë, të votojnë kundër pro apo të abstenojnë në procesin e votimit. Konsideroni që edhe zgjedhja e presidentit do të jetë një precedent dhe do ta lehtësoj zgjedhjen e presidentit brenda seancës ku kërkohet edhe ky korumi për 80 votash ajo? Nëse ju kujtohet, këta gjykata kushtetuese realisht e ka thënë për herë të parë dhe tash gjykata kushtetuese po mendoj ka vendos në bazë të precedentit të vetë për sa i përket presidentit. Na kemi vendim gjykatës kushtetuese kur është shpallë kundër kushtetuese zgjedhja e presidentit, me rastin e zgjedhjes së zotit Pacolli, nëse ju kujtohet, atëherë gjykata kushtetuese e thekson obligimin e deputetëve që të qëndrojnë në sallë. Tash, kjo nuk duhet të lexohet në mënyrë bukfale. Realisht, bazamenti i një thënie të tillë ose pike të tillë të përshkruar në atë mënyrë nga gjykata e kushtetuese e thot një gjë shumë të thellë që e thekson kushtetuta, që deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës e kanë për obligim të shërbejnë në interesin më të mirë të Republikës Kosovës. Kjo do të thotë që për çështjet të cilat janë fundamentale për funksionimin e Republikës Kosovës, çfarë është zgjedhja e presidentit, konstituimi i kuvendit, e tjerë, duhet domosdo të qëndrojnë në sallë. Ne dim Zona Mushkolla që nuk ka ndodhur gjithmonë kjo, apo që nuk ka vendosur në gjithmonë edhe duke respektuar mbas aktgjykimit me të cilin është shpallë i pavlefshme procedura dhe akti i zgjedhjes zotit Pacolli, prej atëherë nuk ka ndodhur me rastin e zgjedhjes presidentit mos me qëndru 80 vetë në sallë. Pra, asnjëherë nuk është shkel një detyrim kushtetues i interpretuar në këtë mënyrë nga ana e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ndoshta nuk e ka elaboruar si duhet se çfarë do të thotë ky obligim, por ky obligim realisht rrjedh nga obligimi kushtetues që deputetët e Kuvendit Kosovës të veprojnë në interesin më të mirë të Republikës Kosovës. Kjo do të thotë që edhe deputetë serb prej çfarë do subjekti politik qofshin ata duhet të shërbejnë në interesin më të mirë të Republikës Kosovës. Dhe paramendoni me lënë Kosovën pa president, a është interesi i Republikës Kosovës? Jo. Kështu që me qëndru në sallë... pa institucionet, qytetarët i kanë lënë edhe pa institucionet, tani asë kjo nuk është interes, apo jo? Jo, na kanë lënë pa marrëveshje ndërkombëtare, na kanë lënë pa institucione, në vërtet, na ende nuk e kemi buxhetin dhe nuk ndërlidhet ky afat fundamental, ta them kështu, nuk ka të bëj vetëm me zgjedhjen e presidentit, po ka të bëj edhe me buxhetin, se na kolapsimi total i Republikës Kosovës nuk është në interesin më të mirë qytetarëve të vetë. Edhe KQZ-ja e ka për obligim. Edhe të gjithë mekanizmat të cilët janë domosdoshëm të kalohen deri te certifikimi i zgjedhjeve, të gjithë këto subjekte, këto institucione të Republikës Kosovës kanë bardhë në betim. Çka do të thotë kjo? Unë e kuptoj që te na çështja e betimit nuk konsiderohet çështje shumë serioze, por megjithatë betimi është betim, shkelja e betimit është tradhti. Po. Megjithatë, Zona Mushkolla tani nëse i afrohemi dhe gjitha këtyre afateve kushtetuese dhe kjo kërkesa për një konsensus për çështjen e presidentit, si pritet të përfundojë? Pse kërkohet konsensus brendshëm për çështjen e presidentit, pastaj çështja e korumit brenda seancës, në kushtetutë kërkohet që për presidentit të përfaqësojë unitetin e popullit, megjithatë shumë shpesh ky ka qenë pazar politik në Kosovë, apo jo? Si sqarohet kjo situatë? Po, gjithmonë ka qenë pazar politik, mirë po kemi pas president shumë herë në Republikën e Kosovës që nuk ka qenë
pazar politik, edhe para shpalljes pavarësisë ma herët, për shembull, presidenti Ibrahim Rugova është zgjedhur për shkak të dominancës mbështetësve me votë. Nuk ka pas pazar politik për te. Nuk ka pas pazar politik edhe pse ndikim ndërkombëtar me zgjedhjen e Jahjagës. Ka pas influencë ndërkombëtare që domosdoshmë të zgjedhet presidenti. Dhe atëherë ka pas mundësi të kuptohet, jo të mirë kuptohet, po të kuptohet rëndësia e influencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si për shkak se ne kemi qenë ende në pavarësi të mbikëqyrur. Angazhimi që shumë shpejt të i kalohet fiasko që ndodhi me mos respektim të procedurave për zgjedhjen e zotit Pacolli dhe me u konsideru që kuvendi nuk ka zgjedh me u rikthy situata mrapa dhe me u përsërit zgjedhja e presidentit, kjo është bërë në kohën kur Kosova e ka pas pavarësinë e mbikëqyrur, kështu që ka qenë shumë normale që sponsorët e pavarësisë dhe mbikëqyrësit e pavarësisë të ndikojnë në zhbllokad. Atëherë, derisa pavarësia jonë ka qenë mbikëqyrur, është konsideruar që ne nuk jemi të pjekur sa duhet që dim të shërbejmë në interesin më të mirë të Republikës Kosovës. Në momentin kur heq mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës, konsiderohet që na jemi të maturuar, jemi pjekur mjaftueshëm për me ditë me e kuptu se cili përfaqësuesi popullit në kuvendin e Republikës Kosovës, se cili bartës i funksioneve publike, ose bartës të funksioneve publike, kur i kemi këto organet kolegjiale, kuptohet se janë të maturuar mjaftueshëm për të kuptuar domethënien e shërbimit në interes të Republikës Kosovës. E kemi presidenten aktuale, e cila është zgjedh jo me nëj, po mduket nuk ka pas pazarllëqe midis partive politike. Megjithatë kishte mbështetjen e Partisë Kryesore. Kishte mbështetjen e Partisë Kryesore. Ishte koalicion me partinë e saj atë kohë. Guxo, po ata kanë qenë një grup. Ata kanë funksionu gjatë të në kohë si një grup parlamentar. Presidenti normale nuk ka se si të zgjidhet, nuk ka si ta përfaqësoj unitetin e popullit nëse pjesa dërmuese e popullit ka votu për një koalicion. Ajo ka pas sukses që t'i ketë edhe votat e të tjerve të cilët gjithë së bashku konsiderohet që kanë marrë pjesë në votim dhe kanë votuar. E kanë votuar dhe nuk mundet asnjëherë me u gjetë dikush që 100% e personifikon unitetin e popullit, po konsiderohet që ai numër i votave, ose spaku ai numër i respektit për procesin e votimit presidentit, ai numër i deputetëve që respektojnë procesin, janë 80, janë 2/3 e atyre që i ka zgjedh populli që e ka një domethënja numerike, e ka dhe një domethënje politike, etike, e tjere. Po s'duhet të harrojmë. Sepse jemi krejt në fond. Po, nuk duhet të harrojmë se nga i aktgjykim lidhur me zgjedhjen e presidentit kur është konsideruar se zoti Pacolli nuk është zgjedh asnjëherë president, nga ajo e kemi edhe kërkesën serioze që duhet me pas garë. Se nëse nuk rrin 80 deputet në sallë, ata jo vetëm që janë kundër një personi të caktuar, po ata realisht janë kundër interesit Republikës Kosovës, sepse gara si e tillë nuk lejohet.
Apo e kuptoni, duhet me egzistu gara dhe partit politike nëse të ne ende nuk e kanë mbri atë stad që din me u marrë vesh, atëherë ka mundësi, egzistojnë mundësite tjera që në vërtet nuk dojnë me leju as me pas garë. Tash dihet nuk mund është me garu, duhet kushdo që dënë me u nominu për me hynë garë për president, duhet i ketë votat e 30 deputetve edhe në shkrimet. Në nënshkrimet, po nejse, në nënshkrimet, këtu është ajo forca në vërtet edhe morali... E kemi të i kaluar morali ose veprimi shumë i pamoralshëm i deputetve, kur e rrethojnë, e japin në nënshkrimin për një kandidat të cilin nuk e konsiderojnë të dinj sepse nuk e votojnë. Apo e kuptani? Shtu që është... po këto janë ata hapat fëmiror të funksionimit të një shtetit të ri, e sidomos hapat foshnjor të funksionimit të një republike të re demokratike. Jo vetëm shtet i ri, po edhe demokraci të jetë e re. Atër Zonja Mushkolla, ju falemderit që ishtë sot të mëre. Ju falemderit shumë, ishte knatësi. Falemderit shumë. Dhe me këtë intervjist, ne përmbyllim këtë edicion, këtu kanë qenë gjitha informacione që kemi përgatitur për këto 6 minuta.